Mirë, kemi mbritur në studio dashumi që jemi në pjesën e tretë e emisionit Mirëmëngjes Shqipëri tashmë. Matilda duket pak e mërzitur, nuk kuptoj arsyeën pse, megjithatë. Sepse dua të shkoj në Kopenhagen. Në Kopenhagen? Ti jetoj atje, Po, ne kemi hallet tona tani pas zgjidhur ti do të shkosh në Kopenhagen. Po, halli im është edhe ky. Po, ky është halli jot, po. Të shkoj të jetoj në Kopenhagen. Nuk i përfshin të gjithë qytetarët. Po pse i sillni këto materialet o zotëri në vëmendje? Për çfarë që të na zilepsni ne? Duro Matilda se erdhi korriku shpejt dhe mund të shkosh në Kopenhagen. Okej. Të ndalemi tek tema e radhës, pa diskutim materiali shumë interesant. Shpresojmë t'ju keni ketë pëlqyer dhe ju nga shtëpia, ashtu si kundër do të kemi edhe temën shumë interesante në vazhdim, ku do të fokusohemi tek skema e rekualifikimit të mësuesve që është në zbatim e sipër nga fundi i vitit të shkuar, është më shumë e fokusuar në përmirësimin e cilësisë së arsimit dhe në motivimin e mësuesve për të arritur standarde më të larta. Por përmes këtij sistemi, arsimtarët do të kenë mundësi të paguajnë në bazë të meritës dhe kualifikimeve të përfituara, duke sjellë një rrugë më të drejtë dhe më motivuese për profesionin e mësuesit. Do të kemi mundësi të flasim pikërisht tani për këtë temë, rritja e pagave në bazë të kualifikimit të mësuesve. Kemi kënaqësinë të themi mirëmëngjes në studio ditën e sotme Lulinda Diva, mësuese mjeshtër, shkolla Hasan Vogli, Tiranë. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi t'ju kemi në studio dhe për më tepër referuar edhe për shkrimin që bëri Flori të temës që ne do të trajtojmë. E dim dashmër që skema e re e kualifikimit të mësuesve është vënë në zbatim që vitin e kaluar dhe ka për synim pagesën e arsimtarëve të bëhet në bazë të meritës. Sa të rëndësishme janë këto kualifikime për mësues? Skema e re e kualifikimit të mësuesve është pjesë e procesit që Ministria e Arsimit po bën për të rritur cilësinë e mësimdhënies. Dhe këto trajnime, këto kualifikime janë shumë të rëndësishme për mësuesit. Pra nuk bëhet fjalë vetëm për rritjen e pagesës, që një mësues bën sa herë që fiton një shkallë kualifikimi, por për trajnimet që këto mësues do bëjnë për të fituar këtë shkallë. Pra, kualifikimi i mësuesve nuk mbyllet thjesht me procesin se marrim një diplomë mësuesie, por është një trajnim i vazhdueshëm që bëhet vit pas viti. Pra, vit pas viti bëhet trajnimi i mësuesve. Dhe qëllimi kryesor është kualifikimi që mësuesi të jetë sa më vetbesues në profesionin e tij. Dhe sa më vetbesim që të ketë një mësues në profesionin e tij, aq më i aftë është ai dhe aq më klim pozitive do ketë ai në klasë. Ndjes, Flor, e di që duhet i bësh pyetjen, po kam një ndërhyrje këtu. Jam shumë dakord me atë çfarë thoni ju dhe çfarë synon kjo skemë e re nga Ministria e Arsimit. Por ne dim që kemi një hendek sa i përket edhe përzgjedhjes së mësuesisë nga studentët e rinj. Dhe paktën deri më tani arsyetimet dhe justifikimet kanë qenë sepse edhe paga të cilën paga bazë që kanë mësuesit është jo dinjitoze dhe brezi i ri nuk e zgjedh lëndën e mësuesit. Si rrjedhoj, tani si ta kuptojmë ne, ose mësuesit e ardhshëm, ose të rinjt cilët duhet i shtym drejt zgjedhjes së mësuesis, që të zgjedhin këtë deg dhe të shpresojnë dhe të mendojnë që do t'i arrisin benefitet e tyre financiare vetëm nëse ato do t'i nështrojnë një trajnimi. Që nga korriku i vitit të kaluar, paga e mësuesve ka pësuar një rritje goxha dinjitoze. Dhe mbas të asaj që na shton nga Ministria, rritja e pagave do të vazhdojë vit pas viti, pas të mbyllet me kaq. Dhe mësuesit e rinj është vërtet që degët në mësuesi kanë shumë pak studenta. Por që nga viti i kaluar, një student që zgjedh një degë mësuesie merr një benefit mujor nga qeveria, që ai të vazhdojë këtë degë. Plus dhe që është ulur edhe nota mesatare për të vazhduar, ka shkuar në 6.5, 7 për të vazhduar mësuesinë. Pra ka një lloj stimuli. Po një stimul shumë i mirë nga ana e qeverisë, që nxënësit e rinj që dalin nga matura të zgjedhin degët e mësuesisë. Bukur, tani, kur vjen puna tek brezat, padyshim që gjërat ndryshojnë. Të paktën në brezin tonë edhe në kohën që unë kam qenë nxënës, edhe më pas student, ne i masni mësuesit me vjetërsinë e punës. Thoshim, kjo zyshe e mirë shumë se ka shumë vite. Por ndodh që një mësues i mirë të jetë edhe sapo është diplomuar. Pra në kuptimin që mund të japi maksimumin e tij dhe të jetë le të themi frydënës në mësimdhënie, menjëherë pasi ka mbaruar studimet dhe nuk bën sens që një mësues të kalojë vite eksperiencë në shkollë për të quajtur mësues i mirë, ndërkohë që të paragjykohet një mësues tjetër i cili le të themi sapo e ka nisur. Dhe nëse i referohemi këtij sistemi dhe këtij vlerësimi të ri që po bëhet, sa i rëndësishëm është kjo për të motivuar mësuesit? Mësuesit e rinj, metodat e mësimdhënies, në kohën që unë për shembull kam mbaruar para 20 vitesh, janë shumë ndryshe nga metodat e sotme. Dhe këto trajnime, jo vetëm mësuesit e rinj, por edhe ne që kemi vite eksperiencë, unë kam 20 vite eksperiencë, trajnimet na bëjnë që ne të mësojmë metodat e reja të mësimdhënies.
pra janë trajnime që janë të detyrueshme. Pra çdo mësues e ka detyrim që të marrë 10 kredite në vit me trajnime, me tema nga më të ndryshmet. Pra duke mësuar këto metodat e reja, ne i implementojmë në klasat. Pra nuk mbyllemi me kaq. Çdo vit pra zhvillohen tema dhe trajnime nga më të ndryshmet. Si për mësuesit e rinj, si për mësuesit në Dhe karrierë ju të bën që gjatë. zhvilloheni më shumë. Që të jemi sa më profesional në shkollë dhe sa më kompetent që të jetë një mësues, aq më i aftë do jetë ai që të eksperimentojë në klasë me metodat e reja të mësimdhënies. Unë ka marrë rolin dhe do të marrë rolin në këtë bisedë të oponencës. Jam shumë dakord, shërben, sepse ne duhet të përafrohemi standardeve europiane dhe në metodologjinë e mësimit për ta bërë më atraktive, mos mbetemi klishe e një standardi të kaluar, por nga ana tjetër, dim po aq që mësuesi sot me këto ndryshime të reja, kurikulat e reja, metodologjia e re, ndihet më i ngarkuar se sa mësuesit e para 20 viteve. Shtuar këtu sistemin e SMIP-it, shtuar përgatitjet që do duhet të bëj, të hartoj ditarin edhe, po themi, një projekt mënyrën se si do ta udhëheq mësimin, nga ana tjetër e ka të detyruar të përfitojë edhe kreditet që thatë ju. Çështja është, sa hapësirë ka mësuesi për të bërë gjitha këto? Pra tash do të shoh në aspektin e oponencës edhe të sfidave përpos këtyre. Përmendet SMIP-in. Është vërtet që këtë vit janë hequr totalisht regjistrat fizik. Në fillim, në fakt, kur u fut SMIP-i, gjithë ishim i çik skeptik. Por ja që këtë vit është mirëpritur shumë nga mësuesit, sepse na ka sjellë shumë lehtësi. Pra do kohën e saj. Do kohën e saj sepse të paktën më të vështirë kanë mësuesit që kanë dëshirë të përdorin teknologjinë. Mësuesit e rinj e kanë përfaqësuar më mirë këtë metodë sa mësuesit, por nga që janë bërë shumë trajnime, dhe tani kemi parë që SMIP-i është më i lehtë, më i menaxhueshëm dhe më i përdorshëm sa një regjistër fizik. Dhe kjo ka sjellë përmirësim. Dhe ju thoni që krahas sfidave dhe mundësive që i jepen mësuesit, ata e gjejnë motivin e tyre për të rritur kualifikimet e tyre profesionale? Patjetër. Pra kualifikimi është shkalla kryesore që duhet të marrë një mësues. Kualifikimi mësuesve ka 3 shkallë. Pra shkalla e 3, shkalla e 2 dhe shkalla e parë. Në bazë të viteve të mësimdhënies. Që një mësues të marrë shkallën e 3 të kualifikimit, pra sipas skemës së re, janë ulur vitet e kualifikimit, duhet 3 vite. Ishte 5, është bërë 3. Kjo është bërë më shumë që të motivojë mësuesit e rinj. Pra që të marrësh një shkallë mësues i kualifikuar, pra titullohesh mësues i kualifikuar, duhet bësh shumë trajnime. I duhen 30 kredite. Këto trajnime ofrohen nga Ministria e Arsimit, apo duhet i janë shumë agjenci që janë të akredituara nga Ministria e Arsimit dhe nga SKAP-i, por për fat të mirë, këto janë me lek. Kuptohet që janë me para. Pra është investim personal. Po, për fat të mirë. Duhet i paguaj vetë mësuesi. Po, vetë mësuesi. Për fat të mirë këtë vit, universitetet shqiptare kanë ofruar pa fund trajnim falas. Që janë nga Ministria e Arsimit. Po, për marrjen e krediteve. Pra nuk është detyrueshme që të shkosh një agjenci me para. E qartë. Që duhet ta paguash. Tani ju përmendet këto kualifikimet dhe përmendet 3 faza ku kalon mësuesi. Po. Nëse i referohemi janë shumë të rëndësishme për një karrierë një mësuesi. Patjetër, nëse i referohemi titullit tuaj mësuese mjeshtër. Çfarë do të thotë kjo? Pra në cilën fazë të kualifikimeve jeni ju? Që të marrësh titullin mësuese mjeshtër duheshin 20 vite punë. Ndërsa me skemën e re, që u fut në korrik të 2024-s, duhen 15 vite punë. Dhe që të marrësh titullin mjeshtër ka disa etapa. Përpos trajnimeve, mu për shembull më duheshin 70 kredite. Dhe nëse një mësues nuk i ka 70 kredite, nuk mund të marrë pjesë në këtë shkallë kualifikimi. Duhet vlerësimi, ne çdo vit të marrim një vlerësim nga drejtori i shkollës për performancën gjatë vitit. Vlerësimi nga drejtori duhet ishte shumë mirë. Qofse unë si mësuese vlerësimin e kam mirë ose mjaftueshëm, nuk mund të marr pjesë në shkallën e kualifikimit. Pra në disa kritere që i duhet një mësuesi që të marr pjesë në një shkallë kualifikimi. Kjo prapë është e diskutueshme. Në kuptimin që sjellja apo le të themi nota një drejtori mund të jetë individuale, nuk është le të themi kështu përfundimtare, pra nuk kalon nëpërmjet një testi ku ti duhet të testosh. Një mësues i ri që të marrë shkallën e 3 të kualifikimit plus dosjes, vlerësimit të drejtorit, ka edhe
testimin e informatizuar, edhe të zhvilloj një orë të hapur, që monitorohet nga zyra arsimore. Po kështu edhe ai që do marrë shkallën e dytë të kualifikimit, që është mësues specialist. I duhet pra dosja, me kredite, me vlerësimin e drejtorit, me shkollën që ky mësues ka, edhe do zhvilloj një orë të hapur. Ndërsa për shkallën e parë të kualifikimit, kemi zhvilluar, unë për shembull personalisht kam zhvilluar një projekt, plus dosjes, që çohet në zyrë arsimore dhe bëhet vlerësimi i këtij kandidati, zhvillohet një projekt. Dhe në bas të këtij projekti, që monitoruar nga zyra arsimore, mblidhen pikët pastaj të dosjes dhe të projektit dhe të testit, edhe nxirret përfundimi, sepse me vërtet kam fituar një shkallë kualifikimi, por dhe shkalla e kualifikimit ka vlerësimet. Pra, shkëlqyeshëm, shumë mirë, mjaftueshëm, dhe dobët. Qofse nuk e mirë, është dhe shkalla dobët. Dakord, teorikisht e kuptuam, pra se si shkojmë në shkallë të ndryshme për të arritur edhe kualifikimet, dhe ju keni arritur në kualifikimin mësues mjeshtër. Teorikisht kjo, plotësohet, po themi, zhvillimi individual juaj si mësuese. Praktikisht tek nxënësit tani, ky titulli mjeshtër që keni ju, si pasqyrohet tek nxënësit? Po që të marrësh një titull, pra një shkallë kualifikimi, mësuesi trajnohet pafund. Po. Pra zhvillimi profesional i mësuesit. Dhe këto trajnime që merr mësuesi i pasqyron tek metodologjia e mësimit? Sepse ne jemi trajnuar për metodat e reja të mësimdhënies. Dhe këto metodat e reja kanë dhënë eficient dhe rendiment të lartë tek mënyra e nxënjes së nxënësit? Kjo është pika kyçe që kjo skem ka si qëllim, të rrisë cilësinë e mësimdhënies edhe të nxënjes. Pra metodat e reja, të implementohen metodat e reja në klasa për të rritur cilësinë e mësimdhënies dhe të nxënjes. Pra një mësues që është i aftë të përdor metodat e reja, të përdor teknologjinë. Çfarë duan po? Jemi kurioz, cila është një metodë e re ndryshe nga ajo klasike që mund të implementohet ditët e fundit që nxënësit të mësojnë? Pra klasika ishte që në qendër është mësuesi dhe jo nxënësi. Ndërsa metodat e reja është në qendër nxënësi. Mësuesi thjesht është një aktor, një dirigjent që dirigjon orën e mësimit, ama ora e mësimit nxirret nga nxënësit. Nuk është në qendër mësuesi. Mësuesi flet. Jo, mësimi duhet të dalë nga nxënësit. Pra nëpërmjet pyetjeve që nëpërmjet pyetjeve, metodave të ndryshme, duhet të dalë mësimi nga nxënësit. Dhe kjo është një metodë, janë metoda shumë eficiente për ta kuptuar fëmia. Jo të flas vetëm mësuesi 45 minuta. E qartë. Megjithatë, një pyetje ndoshta është nga pyetjet e fundit. Kur vjen puna tek skema e pagesës edhe tek rroga që marrin mësuesit në varësi të kualifikimeve që ata kanë, do të ndryshojë ose ka ndryshuar? Po, me skemën e re është dyfishuar bonusi që ne do marrim për shkallën e kualifikimit. Është dyfishuar dhe kjo është një motivim, një nxitje që ne të trajnohemi sa më shumë, që të jemi sa më eficient në orën e mësimit. Dhe me këto gjëra të kaq të bukura urojmë që t'ju përmirësohen dhe patjetër që të vlerësoheni me dinjitet ashtu siç e meritoni. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit për ftesën.